Ka frikën e humbjes së jetës dhe e përdor këtë si kërcënim të vendosur që nëse ngjarja përsëritet, unë do ta realizoj këtë veprim. Është era e parë që jo se s'kemi pasur tentativa tek fëmijët për arsye të ndryshme, ku shkaku ngelet po i njëjtë, familja dhe faktorët social, mënyra e rritjes dhe edukimit në ambientin familjar dhe përballja me ambientin social dhe mosgjendja e zgjidhjes së konflikteve qoftë edhe banale. Edhe pse arsyet familjare janë madhore. Dhe ajo që është problem në këtë situatë, kemi pasur tentativa të ndryshme tek fëmijët, tentativa suicidale, por këtu është e frikshme qëllimi i kësaj tentative dhe vendosmëria pa ndjerë as pak kritikë dhe pendesë. Sigurisht, e para është vetë nëna që është në kontaktin më të afërt me fëmijët e saj minoren, sepse janë dhe tre të tjera atje që kanë qenë vëzhgues dhe shikojnë këtë situatë dhe është e frikshme që ky model të shikohet dhe nga tre fëmijët e tjerë që janë edhe më të vegjël se vajza dhe aq më tepër dhe nga lagja, sepse këto merren si modele në këto mosha dhe aq më tepër në rrethin e ngushtë familjar, dhe atje janë dhe fëmijë më të rritur, më të vegjël që e shikojnë nga afër situatën, të cilët edhe ata reagojnë në pa as pak kritikë apo pa as pak vuajtje, duke i dhënë të drejtë motrës së tyre për këtë veprim. Por duke e dashur atë mes tyre, domethënë ata nuk duan të humbin motrën, po ndërkohë i japin të drejtë asaj për veprimin që ka bërë. Ka pasur, domethënë tentativa janë shumë, ndërkohë realizime ka pasur dhe humbje jetësh tek fëmijët e vegjël dhe prandaj e frikshme është dhe publikimi, përhapja e këtyre ngjarjeve, sepse imitohen, janë në forma sjellore shumë të rrezikshme, sjelljet vetë dëmtuese dhe aq më tepër kaq të rrezikshme siç janë edhe nga lehtësit, që fëmijët i modelojnë në si sjellje dhe ku ndikim është dhe teknologjia. Do të thënë familja, faktori social dhe teknologjia. Vajza 13 vjeçare thotë që unë e dua lagjen dhe lagja më do mua, por për konflikte të vogla që janë dhe të parëndësishme, thotë, hyn në lojë të mëdhenjtë, konfliktojnë të mëdhenjtë dhe njoftimi i policisë nga ana e nënësime bën që unë të realizoj këtë veprim. Pra është konflikt banal, jo i zgjidhur siç duhet nga më të rriturit.